Dje rreth orës 18:20 inspektorët nga zyra e jashtme për çështje kriminalistike në Gostivar, duke vepruar sipas udhëzimeve të prokurorit publik nga Prokuroria Themelore Publike në Gostivar, morën masa dhe aktivitete urgjente në terren në fshatin Vrutok, për shkak të dyshimit për ndotje të ujit me të cilën furnizohet qyteti i Gostivarit, thuhet në një komunikat të sektorit të punëve të brendshme të Tetovës. Sipas tyre, ekzistojnë baza dyshimi se ndërmarrja publike ujësjellsi në bashkëpunim me komunën e Gostivarit ka vendosur 3 pompa në shtratin e ujrave të zeza rrjedhse, përmes të cilave janë injektuar ujë drejt për drejt në gypin kryesor të ujësjellsit që furnizon qytetin. Kjo aktivitet, siç thuhet në komunikat, me sa duket është ndërmarrë me qëllim të rritjes së presionit në rrjet për shkak të mungesës së ujit të pishëm, me çka rrezikohet drejt për drejt shëndeti i qytetarëve të Gostivarit. Po ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit për shkak të dyshimit për kryerjen e veprës penale, ndotje ujit të pishëm, e paraparë dhe dënueshme sipas nenit 219 të Kodit Penal, thon nga SPB Tetov. Me zbardhjen e këtij rasti, përveç policisë dhe prokurorisë, menjëherë janë përfshirë edhe Instituti i Shëndetit Publik, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Inspektorati Shtetëror i Mjedisit Jetësor, si dhe një ekspert i licencuar i cili duhet të bëjë një vlerësim profesional të sistemit të vendosur në mënyrë të paligjshme.